Një banor i Matit me banim në Britani të Madhe ka denoncuar vjedhjen e dokumenteve të tij rreth një javë më parë në parkun Mbretëresha Geraldine të qytetit të Burrelit. Hasbi Kurgjata pretendon se gjatë kohës që po kryente ritin e faljes në ambientet e xhamisë, persona ende të pa-identifikuar i kanë hapur automjetin që kishte parkuar diku afër dhe i kanë marrë sendet me vlerë. Për këtë shtetasi Hasbi Kurgjata ka bërë denoncim në komisariatin e policisë Mat, ku kërkon kthimin e parave që kishte në portofol dhe dokumenta që kishte në çantë. Edhe nëpërmjet jush, nëpërmjet jush, ju lutem, ju që keni marrë, keni bërë gabim në radhë parë, ju lutem shkoni leni dokument anglisht ke xhamia, ke shtëpia e Allahut, aty ku keni marrë, ose jepni një person që ju mund të me vërtet mund të dini që unë i mor letrat. Ti e di se shumë i kush jam, se kam kartë identiteti aty shqiptare, pasaportë shqiptare, patentë angleze, kartë banke angleze, me fjalë kartë të bankës i keni kod, unë i kam blloku, po në një moment nëpërmjet internetit. Domethënë që kartë bankës i mani kod, ju lutem shkoni dorëzoni poundin e lekët shqiptare e më kam fal, po dokumentet angleze më interesojnë shumë. Por mund të nxjerrë probleme të tjera. Ju më mos i dërzu dokumentet angleze. Edhe pound, mu jam i detyruar të ta ndjek çështjet më tutje. Edhe do keni probleme, se mu arrestu policia, unë jam i detyruar me u denoncu dhe më tutje. Në qoftë se ju më jepni dokumenta mrapa, edhe unë i mor letrat e mia edhe çunit shkoj prapë në Britani, unë e mbyll këtë çështje. Lekët vë kanë bë halal, lekët shqiptarë vë kanë bë halal si gjini nanës, edhe euro. Domethënë ti je në kamerë birazer, si dush më ja bë, mirë ja bën për vetë tate, hajde dërzosh se ka kap në kamera. Po mos e çumë tutje dërzo dokumentat. Policia ka nisur hetimet dhe pritet që nëpërmjet kamerave të sigurisë të xhamisë apo objekteve përreth të gjejë autorin apo autorët e mundshëm.